Vuaj nga magjia mbi 20 vjet, kam studiuar Kur'an me hoxhallar. A mund të më ndihmosh sepse një muaj më kap sëmundje magjisë dhe një muaj s'më kap. Ne që jemi të sëmurë me magji, në botën tjetër si do të gjykohemi? Varet sa koshient je ti kur i bën veprimet. Nëse je koshient, s'të bën dobi fare fakti që je me magji. Nëse nuk je koshient dhe i bën veprimet pa koshiencë, s'ke llogari në botën tjetër. Unë kam një kur interesante për ata që vujnë nga magjia, nëse e bëjnë me shpresën e Zotit, Allahu ka për të shëruar. 1. 5 vaktet. 2. Sunetet e rregullta. 3. Dhikrin e mëngjesit. 4. Dhikrin e darkës. 5. Leximin e surës Al-Baqara çdo ditë. 6. Dhikrin përpara gjumit. 7. Me pi vetëm ujë të knum. 8. Me u ly me vajt knum në darkët. 9. Me fal minimalja 1 orë namaz note. 10. Me dhon sadaka çdo ditë. S'ka problem se sa jep. 11. Me lexu felekun edhe nasin minimalja 1 orë mas dite, pa pushim. 12. Sadaka në përmendëm. Felekun nasin në përmendëm. Agjërimi 1 ditë po 1 ditë jo. Nëse i bën këto 3 javë, s'ka gjin e shejton në drejt që mund të rinë trupin tëtë. Harrova. 13. Pirja për 12 ditë, jo më shumë, për caktim, jo më shumë se 12 ditë, e gjethet të senës çaj 500 gram, 215 në mëngjes, 250 në mëngjes esëll, dhe 250 në darkët, 20 minuta e mbrapa masi të kesh ngrënë darkën. 20 minuta e mbrapa masi të kesh ngrënë darkën. Sa u bën? 13.